Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli në një konferencë për media ngriti shqetësimin për si që cilësoj një nga shkeljet më serioze gjatë këtij mandati parlamentar, mos konstituimin e Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Ajo theksoi se vonesa në formimin e këtij komiteti dëmton funksionimin e plotë të institucioneve dhe ndikon drejt për drejt në trajtimin e çështjeve që lidhen me marrëdhëniet ndëretnike në vend. Bëhet fjalë për një përpjekje tendencioze për mos konstituimin e Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, një organ i përhershëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pozicioni dhe autoriteti i tij buron drejt për drejt nga kushtetuta, përkatësisht nga amendamenti 12. Ky komitet zgjidhet nga Kuvendi dhe përbëhet nga 7 deputet nga radhët e Bashkisë Maqedonase, 7 nga ajo shqiptare, si dhe nga një përfaqësues i komunitetit turk, vllah, rom, serb dhe bosnjak. Në rast se ndonjë nga këto bashkësi nuk ka përfaqësim në kuvend, avokati i popullit në konsultim me përfaqësuesit përkatës propozon anëtar të tjerë. Ndërkohë që nga viti 2007 funksionimi i këtij organi rregullohet edhe me ligj të veçantë, siç është ligji për Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Mos konstituimi i këtij organi përbën një shkelje serioze të detyrimeve ligjore dhe një dobësim të drejt për drejt të mekanizmave që garantojnë barazinë dhe funksionimin demokratik të shtetit. Sipas ligjit në fuqi, Kuvendi ka detyrim që komitetin ta themelojë brenda 60 ditëve nga konstituimi i tij. Megjithatë, pavarësisht këtij afati të qartë ligjor, komiteti ende nuk është funksional dhe nuk ka mbajtur as seancën e parë në të cilën duhet të zgjidhen kryetari dhe zëvendës kryetari i tij. Ky nuk është thjesht një lëshim procedural, është tregues i qartë i mungesës së vullnetit politik për të garantuar funksionimin e një mekanizmi kyç kushtetues. Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive nuk është një trup i zakonshëm parlamentar. Ai është një instrument thelbësor për mbikëqyrjen e të drejtave të bashkësive, për monitorimin e përdorimit të gjuhës, të arsimit në gjuhën anëtare, të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në institucione shtetërore, si dhe për ruajtjen e identitetit kulturor dhe institucional të komuniteteve. Mos funksionimi i këtij organi nënkupton që të gjitha këto fusha mbeten pa mbikëqyrje të specializuar parlamentare. Në një kohë kur çështjet e përfaqësimit, gjuhës dhe barazisë janë më të ndjeshme se kur, mungesa e këtij komiteti krijon një boshllëk institucional të rrezikshëm. Për më tepër, komiteti ka rol të drejtë për drejtë edhe në procesin ligjvënës, veçanërisht në rastet kur lindin konteste për ligje që prekin çështje themelore si gjuha, arsimi, kultura apo përdorimi i simboleve. Në këto raste, ai është garant i mekanizmave kushtetues që sigurojnë përfshirjen e bashkësive jo shumicë në vendimarrje. Pa funksionimin e tij, ky balancim kushtetues dobësohet ndjeshëm. Situata bëhet edhe më shqetësuese kur merret parasysh se komiteti edhe në aspektin institucional është dobësuar. Nga një trup që më parë kishte shërbim të veçantë dhe mbështetje të dedikuar, sot funksionon në kuadër të shërbimit të përgjithshëm të kuvendit, duke humbur kështu peshën dhe autonominë funksionale. Kjo qasje nuk është rastësi. Ajo reflekton një tendencë të vazhdueshme për të minimizuar rolin e mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e Ohrit dhe që garantojnë barazi reale ndërmjet bashkësive. Prandaj, ne kërkojmë konstituimin urgjent të Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, respektimin e plotë të detyrimeve ligjore dhe kushtetuese, rikthimin e peshës institucionale të këtij organi dhe transparencë dhe përgjegjësi për vonesat e drejtanishme. Mosveprimi në këtë drejtim është një mesazh i rrezikshëm që do thotë se të drejtat e bashkësive mund të shtyhen, relativizohen dhe anashkalohen dhe kjo nuk është e pranueshme.